A mendon ndryshe? Pse dhe si zbuloje në këtë video? Nuk e pse t'jesh një Tesla e ri për të zhvillosh një ide apo të përmirësosh një ekzistuese, mund të jetë një plus i madh për karrierën tënde. Mund të bëhet startup-i yt ose arsye pse merr një promovim. Po, si lindin këto ide? Le t'i shohim përmes disa shembujve real. Je gati? Le të shkojmë në Kolumbi. Janë vitet 90. Njëri zvendçon instruktorin e aerobis. Kaseta prishet. Panik? Jo. Vendos kaset me rum dhe improvizon ushtrime. Gjithve u pëlqen. Krijohet ideja, stërvitje me muzikë latine. Emigron në Miami. Hap një studio. Një zonë e moshuar e fton për darkë dhe i prezanton të birin nga sektori IT-s. Takon një programues. Fillojnë mendojnë për në emrin. Bumba, Dumba, Zumba. Kështu lindi Zumba. Jo si një studio, po një sistem licencimi dhe markë globale. Sot, 200.000 location në 185 vende. Një austriak me emrin Dietrich, një fshat tajlandez sheh një pije lokale të destinuar për fshatarët. Ai blen 49% të aksioneve. E çon në vendin e tij. Ja ndryshon emrin, dizajnin dhe e lançon përmes sporteve ekstreme dhe një marketingu të çmendur. Rezultati, Red Bull është sot në 178 vende dhe sinonim për energji. Në Amerikë, udhëheqësit McDonald's shpikën konceptin e fast foodit. Një tregtar udhëtues në të pesëdhjetat, Ray, i viziton rastësisht dhe sheh potencialin. Hyn në një marrëveshje, prezanton një sistem franchises që deri atëherë nuk i kishte parë dhe zhvillon globalisht. Sot, mbi 40.000 restorante në më shumë se 100 vende. Shiko filmin The Founder, është jashtëzakonisht i mirë. Dy miq në një bar në New York takojnë disa braziliane. Pyetja, çfarë ju mungon më shumë nga vendi juaj? Përgjigjja e tyre, Aqua de Coco. Shkojnë në Brazil e shohin kudo. Fillojnë një biznes. Vita Coco sot është brendi më i madh i ujit të kokosit. Kaset me rum, pije tajlandeze, takim në bar, hyrje në restorant. Të gjitha këto ishin situata të paplanifikuara që aktivizuan imagjinatën dhe e çuan krijimin e perandorive të biznesit. Çfarë kanë të përbashkët? Kreativitet, imagjinat të menduarit jashtë kornizave. Si ta zhvillosh atë? Ja 5 zakone konkrete. Udhëto. Por ndryshe. Shko vetëm, fli në hostel, provo couchsurfing. Shko në një vend ku nuk e njeh gjuhën, kultura të reja, zakone të reja, ushqim i ri, muzikë, ndërtesa ndryshe, mjete të tjera transporti, mënyra e re studimi. Përvoja jote është karburanti yt për ide. Bëj diçka që nuk do ta bëje kurrë. Regjistro në një kurs vallëzimi, puno në një gjuhë të pazakont. Vizito, puno me argjil, bëj mjeshtër i vetes, mbill pemë, bëj camping, luaj një sport të ri, gatuaj një pjatë tajlandeze, apo luaj një instrument. Truri aktivizohet kur del nga mjedisi i njohur. Hap fusha të reja brenda vetes dhe teston kufit dhe paragjykimet e tua. Fun fact, ndoshta kur nuk do të kishim fonte të ndryshme, po të mos ishte Steve Jobs, që rastësisht u regjistrua në një lëndë anësore të kaligrafisë dhe vite më vonë shpikur shumë fronte kompjuterash. Shiko dhe lexo jashtë flluskës tënde. Fut një film në muaj nga India, Afrika apo Skandinavia. Lexo një libër nga perspektiva e një të moshuari, një gruaje nga Korea ose një djali nga Nigeria. Kultura e zgjeron horizontin tënd mendor. Folu njerëzve të ndryshëm, shko në kamp, bëu vullnetar, bashko me një organizatë rinore. Udhëto dhe bisedo me të moshuar fëmijë të huaj që zakonisht nuk do t'i dëgjoje. Çdo person i ri është një ide e re në kokën tënde. Mbaj një ditar idesh. Shkruaj çdo ditë, pa censur. Shkruaj marrësira, ëndra, mendime. Kjo është hapësira jote kreative. Ide të mëdha nuk lindin në sallat e konferencave, por në një fletore plot me shënime të çuditshme. Kreativiteti nuk është dhuratë, është stil jetese. Sa më shumë përvoja, njerëz dhe situata të futesh në trurin tënd, aq më mirë do t'i kthej ato në ide të fuqishme. Ndiq Star dhe videot e tjera, e tani shko bëj diçka të çuditshme. Do t'jesh vetes miknjohës.